Sot I kam kërkuar policisë së shtetit që përkohësisht të mos lejojnë qarkullimin e monopatinave elektrike në rrugë. Gjithashtu dua të informoj të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Që nga dita e hënë, policia e shtetit do të përfshihet në një operacion për ndalimin e qarkullimit të këtyre mjeteve dhe prandaj kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve për këtë proces. Përtej vendimit të Ministrisë së Brendshme dhe të Policisë së Shtetit I bërë publik një ditë më parë për ndalimin e përkohshëm të monopatinave elektrike në rrugët publike, situata në Shkodër këtë të hënë tregoi një realitet ndryshe. Në qytet monopatinat vazhduan të jenë të pranishme dhe në përdorim, duke sfiduar hapur urdhrin në dhënë dhe paralajmërimet për ndëshkime. Përdorues të shumt përfshirë të rinj dhe të rritur u pan duke lëvizur me monopatina në zonat qendrore dhe akse të tjera të qytetit, pa hasur në pengesa. Kjo situatë ngri pikpyetje mbi gatishmërinë e policisë së shtetit për të zbatuar vendimin në mënyrë efektive. Forcat e rendit duket se janë gjetur të papërgatitura për të përballuar zbatimin e masës së re, të paktën në këtë ditë të parë. Mungesa patrullave të dedikuara dhe ndërhyrjeve të drejtpërdrejta ka bërë që masa të mbetet vetëm në letër. Vendimi për ndalimin e përkohshëm të qarkullimit të monopatinave elektrike erdhi si pasojë e rritjes së aksidenteve të ndodhura me këto mjete. Ministra e Brendshme Albana Koçiu njoftoi se përdorimi I tyre do të lejohet vetëm për përdorim vetjak pasi të përfundojë procesi I rregullimit ligjor dhe teknik, që do të përcaktojë qartë rregullat e përdorimit, hapësirat e lejuara dhe kriteret e sigurisë. Nga ana tjetër, drejtori I Policisë së Shtetit Ilir Proda paralajmëroi një operacion të posaçëm për zbatimin e vendimit. Megjithatë, në terren në Shkodër duket se ky operacion nuk ka nisur ende ose nuk ka arritur të funksionojë sipas pritshmërive. Mbetet për të parë në ditët në vijim nëse do të ketë një reagim më të organizuar nga autoritetet për të garantuar zbatimin e këtij vendimi që ka marrë urdhër të prerë prej kësaj të hëne në të gjithë Shqipërinë.